Tensionet mes tregtarëve në Vlorë janë shtuar pasi kundërshtojnë urdhrin për të larguar nga vendet e tyre aktuale të punës. Ata shprehen se nuk do të lëvizin derisa të ndërtohet një tregëri dhe i mirëfillt që plotson kushtet bashkëkohore. Në një deklaratë për mediat, një nga përfaqësuesit e tregtarëve theksoi se çdo lëvizje është e papranueshme pa u garantuar më parë një zgjidhje afatgjatë. Sipas tyre, kërkesa kryesore është ndërtimi i një tregu të mbuluar i cili të plotësojë të gjitha kushtet higjieno-sanitare, përfshirë ujë të rrjedhshëm dhe tualete. Tregtarët argumentojnë se një zhvendosje e tyre në trotuare do të dëmtonte rënd imazhin e Vlorës si qytet turistik. Ata kritikojnë menaxhimin e situatës nga ana e bashkisë, duke vënë në dyshim procesin vendimarrës të autoriteteve lokale. Nuk e di me kë këshillohet kryetaria e bashkisë për këto probleme sociale, a kanë biseduar me ne? Shtoi përfaqësuesi i tyre duke denoncuar një vendim që ka ardhur nga lart pas një konsultim paraprak. Qëndrimi i tregtarëve është i prerë, nuk do të ketë asnjë tërheqje derisa kërkesat e tyre të plotësohen. Megjithse janë të hapur dhe dakord për idenë e një tregu të ri, ata refuzojnë kategorikisht të lirojnë hapësirat e tyre pa një alternativë konkrete dhe dinjitoze, duke kërkuar zgjidhje të qëndrueshme dhe jo masa të improvizuara. Nuk është imazhi i Vlorës ky, Vlorës turistike, është e patolerueshme, e pafalshme. Urdhri vjen nga lart, me ne nuk ka biseduar askush. Ne nuk do të largohemi prej aty, insistojnë tregtarët.